jam shqytur në botën, jam shqytur në një botë. Kam 5 minuta që i them, po bëj gati, më bëu gati. Mirëmëngjes Rezart Live, faleminderit që je sot me ne. Knatësi. Gjyshit nga Veriu tani, gjyshit nga Shkodra. Tanë prej Shkodra. Tanë prej Shkodra i ketë. Kështu që nuk i kam mix. Tani çfarë kujtime shketi me gjyshit e tu? Çfarë të kujtohen më shumë, çfarë të kanë lënë? Dy gjyshrit nuk i kam njohur, dy gjyshit, jo vetëm që i kam njohur, po kam njohur edhe gjyshrit e mi përmes tregimeve të tyre. Normalisht ne gdhendemi shpesh jo vetëm nga kujtimet, po edhe nga porositë e tyre dhe nga vlerat që ato na transmetojnë. Për shembull, unë maj mend fëmijërinë time që më ka folur gjithkohon për gjyshin, babain e babait tim, i cili dhe më shpjegonte gjithë historinë e tij, duke qenë një ndër 5 sipërmarrësit kryesorë në Shqipëri në atë kohë. Shishi. Ja pra ti paske. Gjyshit i paske ngjarë. E paske kaluar ti. Edhe më kanë folur gjithkohon për mënyrën se si ka punuar, për që ka qenë një ndër themeluesit e Sport Clubs Vllaznis, në sponsorat, edhe këtu në Tiranë për spitalin ushtarak që ka investu, ka pas 5 streha vorfnore, dhe ideja është që po atë gjën ma kanë transmetu dhe kanë thënë, madje edhe ne në kompani tona 10% i japim për fëmijët nevojë, sepse është diçka e brendshme që vjen nga gjyshi im. Po patjetër, po. Sepse ai një pjesë të pasurisë ja ka ndajt dhe ka bërë, bamirësi. Ka qenë filantrop. Menca për njerëzit pa mundur që të hanin falas, kuptohet, dhe ose të flinin falas në ato ambientet ku. Kështu që një farë lloj mënyret ne jemi një pjesë e atyre çfarë na kanë mësuar. Patjetër që ka dhënë edhe porosi tjera, ai është marrë kështu me importe nga Italia me fruta perime dhe thotë të paktën fëmijët e nipat e mi do doja që nëse do doja shumë të merren me biznes, po flasim 1920, 1930, 45, deri 45. Atë pastaj kishte. Erdhën dhe i fshin gjitha. Por i ka lënë porosia aman të paktën mos u merrin me gjërat që s'ka dojnë, se vetë kishte shumë problem. Biznesmen për i vërteti. Po, aman vetëm me këtë gjë, dhe në fakt nga Shkodra ka sjellë 2 vëllezërit e tij në Tiranë në vitet 30-35 për ta zhvilluar dhe kanë blerë shumë prona edhe në Tiranë. Bile ne herë thonë ç'ne ju Shkodran me prona në Tiranë, po vizioni i tij që ideja në Tirana do zhvillohet, do ecin, shkojmë bëjmë investime në Tiranë, dhe po flasim për vitet 20-30. Po pra, shumë herët. Pra, kompletat zonën e medreses ka ardhur, atje ka dash me bëj një fabrikë të madhe, ka marrë inxhinierë nga Italia dhe gjithë këto historina ti rritesh. Të keqen e gjyshit. Po, marrë inxhinier sepse ishte gjyshi që duam të tërë. Çështja e elektrifikimit dhe kishin hallin si nga ujit krijonin energjinë elektrike. Si që bëjmë tani me energjinë rinovueshme. Dhe imagjino, unë jam rrit gjithë fëmijërinë duke gjuhë këto historinat të gjyshit që se kam taku hiç, ai kanë rrugë jetë 1950-ën, po çdo detaj foto, madje tani ne kemi 3 vjetorin në një prej qendrave tregtare që kemi në Tiranë. Pra kemi 30 vjet që është kriju dhe tani po kthenim fotot e gjyshit që ashtu nëpërmes AI-t në video dhe po bëjmë një video, do bëjmë një event shumë të madh dhe në nder ti dhe kemi marrë gjithë fotot që kanë qenë atëherë bardhëzi, kemi bërë me kolor dhe tani po i bëjmë edhe në lëvizje edhe në Shkodër dhe kujdesi për gjithë. Njerit i blinte një dyqan i ka bler, për shembull është një zonë Shkodër që ka qenë ndoshta qendra e parë tregtare në Ballkan, Biçisteni quhet. Dhe atje jo vetëm që ka pas shumë dyqane vet, po edhe disa prej punojësve i ka bler dyqane. Edhe kuptimin ka ndar edhe këtë gjë. Dhe prej këtu ka qenë edhe ajo nisma që ne kemi marrë kompaninë tonë, që është ndër të parat që kemi bërë punojësit aksionerë. Kuptoj. Dhe e ke parasysh të vinë disa indicie, disa gjëra që ti je mësuar me shprehjet e gjyshit tënd që ti kanë treguar dhe thu, ore, nuk është keq të implementojmë edhe tani në 2024. Jo, re fare. Ti bërmosësh që fëmijë që kjo është kështu, kjo është kështu, kjo është kështu dhe merr të mirë qenë që identiteti jonë që është vlerë dhe prandaj kur themi çfarë vlere kanë gjyshrit e kjo, patjetër ne na japin po ato vlerat që ne kemi dhe prandaj kanë shumë rëndësi kur ti lidhesh me atë shkuarën dhe është gjë jashtëzakonshme. Ti çfarë mendojnë që na japin gjyshrit dhe janë të gjithë gjyshrit që japin njësoj? Dashurinë dhe vëmendjen. Kur janë me ty, investojnë kaq shumë edhe falin dashuri, edhe prindrit absolutisht. I kanë mbaruar ato hallet se ndryshesh me fëmijë, ndryshesh me nipin. Kanë shumë durim.
Dhe kur ti sheh që humbet durimin, ke gjithmonë mamin, në këtë rast gjyshin apo gjyshen e fëmijëve të tu, që thonë, po me kujdes, me qetësi mam, pak durim. Ky brezëri sikur është pak më i ftohtë me gjyshit. Brezëri, këta, jo millennials, po këta gjenerata Z. Gjenerata Z. Këta Z janë larguar pak. Sigur janë më të ftohtë. Rrjetet sociale, pastaj individualiteti që krijojnë, mënyra jetesës etj. Pastaj fillon edhe fryma, shikoj, edhe vetë prindrit nuk e thonë shko takoja, se edhe vetë prindrit janë rrjete sociale, do shkojnë palestër, do bëj këtë, ka të bëjnë komplet 360 grada aureola që të vjen. Ja kysim një genzë. Pastaj ma përpara, më falë, rrinin gjithë një shtëpi, njërin ka të parë, tjetrin ka të dy tjetrin, njëri rrin në Frankfurt, tjetri në Porcelan, tjetrin Laprak. Ja, e detale pra. Rezi e kam menduar. Unë e kam menduar, në fakt unë dhe kam thënë çfarë nuk do jepja shumë nga vetja, që të kisha video të gjyshit tim duke folur, duke më dhënë mendimet e tij dhe këshillat. Dhe të paktën thash ta bëj vetë dhe kam filluar gjitha mendimet e mia në mënyrën se si mendoj shumë gjëra, t'i ndaj në rrjetet sociale në ato kanalet e mia, dhe është gjë fantastike ku fëmijët, sidomos nipërit dhe mbesat, edhe nëse s'do më takojnë, do kenë mundësi të njohin çdo gjë se si e kam menduar, se si e kam ndërtuar, jo vetëm historitë, po edhe gabimet, proceset e çdo gjë, që ne tashmë, prandaj them, njerëzit duhet të prodhojnë sa më shumë content për ato që e kanë qef patjetër. Të prodhojnë sa më shumë content sepse është koha e artë që nipërit, mbesat tuaj t'ju njohin edhe nëse s'do ju takojnë. Kështu që ne do jemi gjyshër digital. Kështu që gjyshërit e parë. Ne kemi lënë gjurë. Ju kanë patjetër, inshallah do ta takojnë edhe stërniprit, po ama do ta njohin të gjithë. Do t'i gjojnë këngët, do t'i shikojnë video, do shikojnë emisionet e mëngjesit. Kur isha te Dancing with the Stars, ore dua video, sepse dua që niprit, stërniprit të shohin çfarë balerini ka qenë. Ja, po, qarë yllë e ka pas gjyshen. Qarë yllë e ka pas gjyshen. Gjyshe Albani ka qenë një lodhër, po gjithsesi. Por me kalim e kost, u rregullu rrugës. Fëmijët, në fakt, apo nipërit e mbesat, nuk është se do majnë mend çdo dhurat që i bën gjyshi, apo do majnë mend nëse janë aty duke luajtur me to, do majnë mend nëse janë të ndeshja pare futbollit, do majnë mend nëse janë të festa betares. Gjë më e rëndësishme se sa rendin që t'i japin në i lek, t'i blejnë ejakullorin e çokoladë apo t'i japin dhurata, është koha që të kaloni me ta, dhe besoj që është vlerë shumë e madhe koha dhe sidomos momentet e rëndësishme që s'duhet i humbin. Sa bukur, kjo ka qenë një nga ato bisedat të cilat e kemi shijuar shumë, gjitha i shijojmë, me thënë të drejtën, por u bëm nostalgjik, u kthyem pas, kujtuam gjyshrit tan. Faleminderit shumë që ishit sot program. Ne më shumë, ne shijojmë. S'kemi pasur kohë të perremi dhe të kujtojmë shumë gjyshat, kështu që faleminderit shumë. Shumë faleminderit që ishit me ne dhe ju të dashur miq që na ndoqët. Sot për hir të kësaj teme që bëm, kujtojeni gjyshrit tuaj.